Nga 1 janari vitit 2026 pritet që tarifat e siguracionit të automjeteve të besojnë një tjetër rritje, e dyta kjo në harkun kohor të 12 muajve. Vetë autoriteti mbikëqyrjes financiare i justifikon ndryshimet që do të ndodhin me hyrjen në fuqi të sistemit bonus-malus, me të cilin sipas AMF-s do përfitojnë 96% e drejtuesve. Por që për janarit të këtij viti, drejtuesit e mjeteve janë përballur me rritje deri në 30% të tarifave për siguracionet e makinave, një rritje e koordinuar mes kompanive në treg dhe i miratuar nga autoriteti mbikëqyrjes financiare. Nëse për një automjet me 2000 kuaj fuqi, e prodhuar në vitin 2007, siguracioni në vitin 2024 kushtonte 16.000 lekë, ndërsa për vitin 2025, fatura e siguracionit është jo më pak se 21.000 lekë të rinj. Se si rritje është, edhe ndikon dhe nuk ka si kusht asnjë gjë. Siguracioni është shumë i lartë. Ne presim ulje 30 vjet, unë sa s'kam marrë edhe më paguaj. 10-15% më tepër. 175.000 lekë ka qenë. E sa keni paguar? Rreth 200.000 lekë. 195. Sa keni paguar viteve tjera? Viteve tjera ka pasur me 140-150. Rritjen e menjëhershme të siguracioneve e pranojnë vetë punonësit e kompanive të sigurimit, të cilët, jashtë kamerës, akuzojnë autoritetin e mbikëqyrjes financiare për bashkëpunim me kompanitë që vjedhin hapur qytetarët. As ata vetë nuk presin ulje çmimi nga implementimi i sistemit bonus-malus. Janë ngritur në janar, është 215. Daja të ulit i kita, që kudo që të vesh ta besh përgatitur, ai do të traku është në mes të ditës, shteti vjet, ata nuk vjen, janë të lidhur atë. Ku ta gjesh? Kjo është të dyrushur, ka për të qenë. Sistemi bonus-malus apo supozoj ti ulte kjo bonus-malus. Jo. Pa ka vjedhja por të pagojnë ato ta më feshi kontrollon shteti dhe kryeministri dhe shqiptar vazhdojnë. Dhe ka bërë me 160 vitin tjetër. Vjetë jo, ja kam gjërë si vjetë që në andë aksidente dhe në që ti bërë aksidente. Ska bërë se aksidente. A dhika ku tarifët që kanë qenë të para. Në të vitin e qëtimi tarifët ku ti bërë të tarifët. Në rrasë ti që vitë nuk që bërë aksidente, që sa do jetë në Argentinë, vitin tjetër, në qëmë që ti që bërë aksidente që vitin tjetër, do të ishte për situacionit, po ke bërë aksidente do të rritë 30%. Agjencia e mbikëqyrjes financiare i lidh çmimet e larta të siguracioneve me përllogaritjen e faktorëve të riskut. MCN ju drejtua edhe autoritetit të mbikëqyrjes financiare për ta pyetur në lidhje me çmimet e reja të siguracioneve të automjeteve. Ky institucion e justifikon rritjen e siguracioneve me anë të vlerësimit të ri dhe rregullorës së re të miratuar që prej 1 janari 2025, sipas AMF-s, rregullorja e re parashikon që vlera e siguracionit bazohet në 7 element apo faktor risku, duke nisur nga historiku i dëmeve, mosha e të siguruarit, eksperjenca në drejtimin e mjetit, fuqia motorike e mjetit, përdorimi i mjetit subjekt apo individual, si dhe vjetërsia e mjetit apo qarku i regjistrimit të automjetit. Me skepticizëm shihet sistemi bonus-malus edhe nga ekspertët e sigurisë rrugore. Sipas Fadil Ligajt, për 2025-ën, siguracioni është prerë nga 2.000 deri në 5.000 lekë të reja më shtrenjtë. Kompanitë e sigurimeve do aplikojnë sistemin bonus-malus. Fatikisht është aplikuar përpara se të futet në fuqi. Gjithë kompanitë e sigurimeve kanë rritë siguracionin. Po kjo është bërë në bazë të rrisjeve, në bazë të historikut të drejtuesve të mjetit. Drejtuesve të mjeteve nuk trajtohen të barabartë, sepse nëse flasim Kuksi, Berati, ka një risk më të vogël, drejtuesve të mjeteve do pagojnë më pak në këto zona. Nga ana tjetër, Tirana ka një risk më të madh. Pra jemi përballë një pabarazie, do e quaja, të drejtuesve të mjeteve. Mund të jenë 20.000 lekë të vjetja, 30 deri në 50.000 lekë të vjetra, rritje të policë sigurimit për çdo lloj drejtues mjeti, minimumi flasim. MCN pyeti edhe kompanitë e sigurimeve që ofrojnë shërbim në Shqipëri. Eurosik, teksa citon rregullorën e re të AMF-s, sqaron se rritja mesatare nuk e kalon 6 deri në 7% të vlerës së primit të siguracionit të detyrueshëm. Kompania e sigurimit Sigal shpjegon se nuk ka rritje të siguracionit të detyrueshëm të automjeteve, por ajo që ka ndryshuar janë faktorët e riskut sipas rregullorës së AMF-s. Edhe kompania Atlantik, në përgjigjen e dhënë për MCN, sqaron se sigurimi i detyrueshëm ka ndryshuar për kategorinë autovetura B1. Sipas kësaj kompanie, siguruesi nuk mund të aplikojë çmim të njëjtë ose mesatar për të siguruarit,
pasi probabiliteti për të shkaktuar dëm është i ndryshëm.